Për zjande. Përgatisim tani recetën e ëmbël për sot me kungull dimri. Shojmë pak përbërësit se për kremin e djathit ju duhet vetëm qumësht dhe limon për ta prerë qumshin. Unë do të qëndrojmë mbi të për ta trazuar që të mos gjisë. Kalojmë tek receta e ëmbël. Pra, kremin e djathit mbajmë shënim, 1 litër e gjysmë qumësht, 30 ml lëng limoni, bimë aromatike si pas dëshis e erza, pasi të jetë prerë qumshi që të formojmë kremin e djathit, e bashkojmë me erza të ndryshme dhe e përdorim më pas në përditshmërinë tonë. Le të jenë receta e kungullit. Fetet më të holla, sepse kaq trasha që të piqen njësoj. Patjetër. Në rregull, kjo tani këtu, këto duhet të piqen. Tani e lëm pa e përzier derisa të krijohen. Po, se prihet tani direkt sapo marri një val. Të ngjyrën e kungullit të dimrit edhe pak mund ta imitosh me asnjë gjë. Është ngjyra e vjeshtës, është tjetër gjë. Edhe do ta presësh në feta të gjithë sasinë, do ta pjekësh apo. Pra, këtë një pjesë do ta vendos këtu dhe pjesën tjetër normalisht e kaloj me tenxhere duke pra kemi në dy mënyra, duke zier dhe pra 2 mënyra. Shtoj një mas sheqeri këtu. Dhe sheqeri e zbut më shumë dhe e karamelizon. Të hap një tjetër plak këtu. Vendos ujë. Po e vendos këtu direkt. Po. E ke ujin aty? Ta shtoj direkt këtë matur sasinë e ujit. Shtoj kanellën, shkopin kanelle dhe ujin që sa të mbulohen fetat e kungullit. Shtoj lëngun e limonit të dyja, Niki? Po. Do ta lëm që të zjej apo jo?